Për ditën e sotme, 18 tetor 2024, jeni në Notizje in un klik këtu me mua Luanin për të lexuar disa nga titujt në artikujt që kemi publikuar. Qytetarët në qendër të performancës administrative, tavolinën rrumullakët me ministren Pirdeni. Ministrja Pirdeni, përkrahje Komitetit Evropian thellësisht meritokratik, në 3 vite fondi shtron 922 milion euro. Italia dhe Shqipëria të bashkuar në diplomacin televizive, shtruar në ambasadë dhe e rinovuar marrëveshjen ndërmjet RAI-t dhe RTS-s. RAI dhe RTS aleate për zhvillimin audioviziv, madje në Itali tej Adriatikut. Flisni italishten, projekt në të ardhmen Expo Albania. Këto dhe shumë të tjera mund t'i gjeni në portalin ton të informacionit. Ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj dhe ju lej takim në mini paraqitjen ton të radhës, Luani.